Libri i dytë, pjesa e 8, Mërritja. Treni në cilin udhëtonte familja Zhivago qëndroi në njërin nga shinat e shumta të brapme të stacionit, ndërmjet trenave të tjerë. Përshtypja e parë udhëtarëve ishte lidhja me Moskën, që kishte qenë e pranishme dhe pandashme gjatë gjithë këtij udhëtimi, tani u ndërprei. Megjithse zona hekurudhore Jurjatin Razvilije ishte pastruar nga të huajt dhe ishte rrethuar nga ushtria e kuqe, pasagjerët vendës në mënyrë të padukshme depërtuan në tren, u përvodhen siç thoshin tani. Me ta ishin plot e përplot vagonet, hyrjet në vagonet e mallrave, i shihet tek ecnin përgjatë rrugës së trenit përbri vagonëve qëndronin transhe. Duke që njiheshin me njëri tjetrin, tregoheshin të afruar, mbaheshin shpenguar, ku vendonin të shkujdesur, thrisnin me emra njëri tjetrin me së lartë, këmbinin përshëndetje, qeshnin, përqafoheshin, bisedonin thjesht dhe me përzemërsi. Të ardhurit po e ndjenin veten se gjendeshin në një terren të ri provincial, në një tjetër botë, mes njerëzish me sjellje tjetër, me veshje tjetër, me mënyra tjera komunikimi e me zakone tjera, jo si ato të banorëve të kryeqytetit. Kjo që shihnin u angacmoi kurreshtin banorëve moskovit. Donin të dinin sa më parë ç'interesa kishin këto njerëz, ç'botë kishin, si jetonin, cili ishte bagazhi moral dhe material që zotronin, si përballonin vështirësitë të papriturat dhe kataklizmat, si mbjetonin kushtet e ligjeve të rrepta, pas vendosjes në gjithë këtë zonë të pushtetit të kuqve. Përgjigjet për këtë pyetje, por edhe për shumë të tjera, të ngjashme me ta, nuk vonuan t'i merrnin në mënyrën më bindëse, më të gjallë dhe më konkrete. 2. I shoqëruar nga roja që të riqte zvarr qyten e pushkës dhe mbështeti në te, siç mbështetemi në ndonjë shkop, doktori u kthye në vagonin e vet. Bënte vap, shinat e udhës së trenit dhe çatit prej llamarinëve të vagonëve përvlonin. Toka e nxirr nga qymyri dhe nafta, depozituar me vite, lëshonte afsh mbytës që nuk të linte të mbusheshe me frymë. Roja vizonte plurin e zi, pas mbetej gjurma e tytës. I tha doktorit: "Po mban mot e mirë, i mbar për mbjelljet e pranverës. Jo mot, po florisht. Jam nga Tambovi, ndodhet larg që ktej." Më shokë doktor, të mos ishte kjo hidra e kundër revolucionit, s'do më shihet të degdhisur në këtë anë. Ç'kusur. Na hyri sherri si maci e zezë, na ndau dysh dhe shiko se ç'bëhet. 3. Ju falenderit ngjitem vetë, se pranoi Yuri Andrejević ndihmën që ju ofruan ata që ishin te dera e vagonit. Nga vagoni drejt ju përkulen disa trupa njerëzish me krahët e zgjatur përpara. Doktori mblodhi forcat dhe me një kërcim të shkatët hipi në vagon, u drejtua dhe u përqafua me të shoqen. "Po ku humbët, sa mera ku bëm? Lavdi Zotit që zgjeti gjë", shërtiu e lehtësuar Antonina Aleksandrovna. "E dim, na thanë ç'të ndodhi. Kush ju a tha, na treguan rojet. U qofshim falës, do të aduronim dot humbjen tënde. Edhe kështu si unë si babi sa su shpandëm. Babi po fle, e mblodhi mendin dhe mundi gjumi. S'ka burr ta zgjoj tani. Në vagonin ton hipen udhëtar të ri, do të njohun me ta. Ja mbaj vesh ç'flitet. Vagoni të përshëndet që u ndave paq, Aramet burri kam." Edhe si të shtypte butonin, Antonina Aleksandrovna u hodh në një temë krejt tjetër, e njohut shoqin me njërin nga pasagjerët që hipin në këtë stacion, kur doktori nuk ishte qenë aty. E kishin ngjeshur në thellësitë vagonit. Samdeviatov, u dëgjua zëri dikujt, që erdhi deri te bashkëshortët mbi kokat e udhëtarëve të ngjeshur njëri pas tjetrit. Koka e mbuluar me kapel republike të butë, çante me mundim drejt tyre. Samdeviatov, përshkoi në përmendje Yuri Andrejevići, pandeja se do të njihen ndonjë rus të modës së vjetër, me mjekën si të kreshnikëve dhe me kaftan mëndafshi, shtrënguar me brez të qëndisur, kurse ky, me ata koçorrelat përthinjura, me mustaqet spic dhe mjekën pyk, u dukur ka si antar shoqate e artistësh diletant. U shkuan 7 nga Stalnikovi, zemra të themra, të thonit vërtetën ama. Jo, pse, ç'ne? Fole për çështje me rëndësi. Nga do që ta kthesh, është njeri fuqishëm, person me pesh. Mos e thuaj, e kam qartë ç'person është. Nuk është nga Antona, është juaj, moskovit. Ngjanë si pikat e ujit me tanë të kohëve të fundit. S'jalën njëri tjetrit. Shohin ç'bëjnë të tjerët, bëjnë edhe këta tanët. Su arrin kaq larg mendja të bëjnë ndonjë gjë me kokën e tyre. Jo Roçka, i di të gjitha, Anfim Jefimoviçi.
Për ty ka dëgjuar, baban tënde ka njohur, gjyshin tim po ashtu, të gjitha i di, njihuni. Antonina Aleksandrovna, pa i dhënë zërit shprehje të veçantë, si në për të, e pyeti. Me siguri, ju dhe mësuesin e këtushme Antipovnën e njihni. Përgjigjja së ndëvjetorit ishte po ashtu pa kurfar shprehje. E pse ju interesoka Antipovna? Juri Andreviçi e dëgjoi si pyetjen ashtu dhe përgjigjen, por nuk foli. Antonina Aleksandrovna vijoi. Anfim Jefimoviçi është bolshevik, mbahu Juroçka. Me të mat 100 herë e prit 1 herë. Vërtet, s'do ta thosha kurrën e kurrës. Pamja ju tregon aristokrat. I mat ka pasur një han. 7 trojka i mbante gati për udhë. Jam arsim të lartë, ashtu është, jam social-demokrat. Dëgjoj Juroçka çfarë thot Anfim Jefimoviçi. Mos ma merrni për keq, por emrin e keni si të sajuar enkas për thyer gjuhën e tjetrit, të zoshëm për të shqiptuar. Më dëgjoj Juroçka, çfarë do të them? Qelluam me fat, po na ecën. Në qytet nuk shkohet, në Jurjatin zjarri vazhdon të bëjë kërdin. Urat janë të prishura. Treni do të bjerë për qark qytetit në për linjën rezervë, që kaloka tamam aty ku duam të zbarisim ne. E kupton çfarë mrekullie? Zot na duhet bëjmë gjithat rrugë nga stacioni i trenit në vendin ku duam të ndalojmë, të ngarkuar me gjithë to plaçka. Na shpëtoi Zoti nga mundimi. Anfim Jefimoviçi mi shpjegoi të gjitha. 4. Fjalët e Antonina Aleksandrovnës dolën të vërteta. Treni, pas ecejakësh të shpeshta, gjatë cilave herë linte në një vagon e merrte të rinj, herë përdridhej për të shmangur treneve tjerë që i zinin rrugën, doli në fushë të hapur. Qyteti e humbiste gjysmën e vet në largësinë që zinte syri. Kodërzat përpara tij, herë linin të dukej, herë fshihnin pas vetes. Më në fund, u dolën përpara disa çatish të pish. Kulla u gjaqe fabrikash, kamanarja me kryqin e madh sipër, lagja që ishte më pranë trenit vazhdonte të digjej. Era shpërndante tymin e zi që e hernonte mjedisin e pikëllimit. Fjollët e dendurat larta të kujtonin dielët e kalit kërr që vapron me galop në përqiell. Doktori me Samdeviatovin rrinin ulur në dyshemin e vagonit mallrave, në anë pranë derës me këmbët varur jashtë. Fliste thujse vetëm Samdeviatovi, siç i shpjegonte Juri Aleksandreviçit, i tregonte me dorë largësinë. Rrapullimat e trenave dhe gërvimat qerse të frenave ja shordonin zërin. Juri Andreviçi detyroi të pyeste, nga që nuk arrinte të kapte çfarë i thoshte. Folsi afronte fytyrën të veshit doktorit, gërthiste sa mundej, ja përsëriste atë që sapo kishte thënë. Ai tymi atje tregon se po digjet giganti. E kishin në kontrollin e tyre Junkerët. I detyruan dorëzohen, luftimet vazhdojnë. Ponjollët e zeza në kampanarin atje larg e shifni? Janë tanët. Asgjë nuk shoh, sa mirë që e shquhen ju. Ai vendi atje që vazhdon të digjet është Hokriku, lagje zejtarësh. Tregu i qytetit ndodhet pak më janë, pas ka shkuptuar po u djegur. Pse u a them gjitha këto? Sepse pranë këtij tregu gjendet shtëpia ime. Nuk duhet ketë patur zjarr, as në qendrën e qytetit nuk duket se ka patur. Asgjë nuk dëgjova nga këto që më thatë, përsërisni edhe një herë ju lutem. Ju thash se as tregu as shtëpia ime, po as qendra e qytetit nuk janë prekur nga zjarri. As katedrali, as biblioteka nuk kanë psuar gjë. E po, lavdi Zotit. Ai vendi atje është plot me vila, me parqe shëtitore. Treni çante mes përmes fushën e gjerë. Vendi përshkoi në shumë drejtime nga linja hekurodhore. Shtyllët e telegrafit këmbeshin me shpejtësi me njëra tjetrën. Pak më tutje, si në një shërit i gjerë i pambarimt, gjarpëronte rrugë asfaltuar, të dukej se ishte në garë bukurie me rrugën hekurodhore. Herë shkonte drejt, edhe syrit kapte pafundësinë e horizontit, herë kthente më njanë, por shpejt dilte nga vendi i fshehur për të çarë përsëri e bukur dhe elegante. Përpara, aty për aty të humbiste nga syt për të dukur përsëri pak më tutje. Është rruga jonë kryesore, magjistrali i famshëm transsiberian. Në përtej çonin dënuarit me internim dhe punë detyruar në galerinë e Siberisë. Mbrohet nga çeta partizane. Nuk është keq këtu te ne. Do të mësojeni, do t'u pëlqejnë zakonet tona, do të keni përshtypje të shumta të reja, do të njihni me jetën e qytetit ton provincial. Nuk do të banojmë qytet, do të ndalim në Varikino. Aty themi të banojmë. E di, më tregoi gruaja juaj, një lloj është, puna do të shojë edhe në qytet.
Bashortën tuaj e njoha kush ishte menjëherë, syt, hunda, balli, s'të gabon syri, e thua pa frikë që është nga dere Krygerëve. Në anë të tranqesu duken qisternat mëdha nafte, të larta, të kuqe, të rumullakta. U duken edhe reklamat tregtie në majtëse të larta hekurit. Në njërën, që era në sy doktorit nga që ishte e përsëritur 2 herë në 2 vende ishte shkruar: Moro dhe vetë Shinkini, makina mbjellse, makina shirëse. Firme fuqishme, e specializuar për prodhimin e veglave bujqësore, e famshme edhe në vendet larg së këtejmi. Nuk e dëgjova çfarë thatë përsëritni ju lutem. Thash se është firme fuqishme, prodhon vegla bujqësore të shkëlqyshme. Ishte shoqëri aksionere, babai kishte aksione. Më thatë se kishit han. Hani han e aksionet aksione. Njëri tjetrin se pengonin, i matë si burr me mendje që ishte, dinte ta vinte në punë paran, e hidhte në ndërmarrjet më fitimprurse, kishte aksione edhe në ndërmarrjen giganti. Sikur u krenokeni me këtë. Me zotësinë dhe me mendjen e babait? Sigurisht që po. Po social-demokracia? Si, është punë prish kjo. Ku është thënë se njeriu i cili gjykon si marksist duhet jetë i sqyllur, qurravec, i pazoti dhe batall. Marksizmi është shkencë për qenë, është tamam shkencë reale edhe filozofia e kushteve historike. Marksizmi dhe shkenca, ti futesh diskutimet për këtë temë me një njeri thuajse të panjohur, do të thotë më e pakta ta tregosh veten të pakujdesshëm. Po ja them vetëm kaq. Marksizmi nuk është i zotit ta përmbaj veten, nuk mundet ta zotroj si duhet veten për të qenë shkencë. Shkencat janë më të vetëpërmbajtura se ai. Po kjo, marksizmi dhe objektiviteti, nuk një doktrinë tjetër që të qëndroj aq shumë e mbyllur në vetvete, të jetë aq larg fakteve sa marksizmi. Gjithkush kujdeset ta verifikojë atë që thot, vën punë për vojën e tij, kurse pushtetarët, të errësuar nga vendia e pagabueshme vetjake, ç'nuk bëjnë për t'i kthyer krahët së vërtetës. Mua politika asgjë nuk më thot. Nuk i dua ata që e shpërfillin të vërtetën. Sandevjetovi këtë ligjëratë shpërthyese të doktorit e mori për guxim të një njeriu fjalë mpret. Vetëm sa që ishi lehtë dhe nuk e quajti të udhës ta kundërshtonte. Ndërkohë treni vazhdonte për drejtjet. Sa herë që i afroi kryqëzimit të rrugës përpara semaforit, punonjësia plake e kurudhës me bidonin e qumshtit, të lidhur pas rripit të mesit, e kalonte punëdorën në njërin dorë, tjetrën e zjaste drejt levës së komandimit të shinës, e lëvizte dhe treni që kthehej ndronte shinë për të dalë në tjetrën ku duhej. Duke drejtuar trupin, ajo kërcënonte me grusht ata të vagonave. Sandevjetovi lëvizjet e punonjëses i vlerësoi në mënyrën e vet. Po kjo, cilin kërcënon kështu, mendoi. Si gjest i njohur ku i kësaj. Mos është gjë Tuncova, si ajo duket. Po ç'them dhe unë, s'ka mundsi, si shumë e plakur duket, se mos i kam ndonjë faj. Nëna Rusi është rrëkëllyer me këmbë përpjet. Në stacionet e kurudhores e merr vesh i pari dytin. E ka të vështirë. Më hedh mua fajin, më kërcënon me grushta, në dreq vaft. Për çfarë çaj kokën dhe unë? Më në fund pas gjithë atyre kapërcimeve për drejtjeve, treni arriti të futet në linjën kryesore. Undes drita jeshile semaforit, çau me vrull përpara. Kur po kalonin përpara punonjëses së kurudhës, ata të vagonit 14 vunë re se si u tregoi gjuhën udhëtarëve që ishin ulur në anë të derës dhe tullnin këmbët. Edhe përsëri Sandevjetovi u zhyt në mendime. 5. Kur u fshehen pamjet e mukta të qytetit që digjej, qisternat cilindrike të naftës, shtyllët e telegrafit dhe reklamet e tregtarëve, zunë shfaqen pamje të reja, pylli dhe kodrinash. Përmes tyre vazhdonte të gjarpronte si më parë, rruga e asfaltuar drejt Siberisë. Sandevjetovi si të përmendej nga gjendja për humbjes tha: "Çohemi, duhet përgatitur, më duhet të zbres. Unë në stacionin e parë, ju në tjetrin. Kini kujdes, mos e lini t'ju kaloj. Këto vende me që po shoh njiheni si të pesgishtat e dorës." "Mira," thatë, "vendin këtu, në largësinë rreth 100 kilometra e njoh mirë. Jam në punë zgjygje me stash punë mi 20 vjet. Detyra më ka bërë t'i shkel këto anë." "Edhe tani me këtë punë vazhdoni të merreni?" "Po, si mund gjykohen çështjen këto kushte?" "Gjykohen. Të çdo lloji qofshin mund gjykohen. Ka dhe jo pak çështje gjyqësore të prapambetura, të pambyllura, duhen çuar deri në fund. Po ka edhe gjithfarë detyrimesh të pashlyera, ka procedura pune sa të mbytesh në to. Të merr.
Po pse nuk i pas keni ndërprerë procedurët e vjetra gjyqësore, nuk i pas keni anulluar proceset që lidhen me çiftliqet, me pronat po, por kanë dalë të reja. Shtetëzimi i ndërmarrjeve, i lëndëve drusore, i lëndës djegëse, një e kesh lyrje së tatimeve dhe taksave të çdo lloji. E pra ka gjëra që nuk bëjnë dot pa vendim e gjyqi, se njerëzit duhen të jetojnë, duhen të merren me diçka. Kuptohet, po të kemi parasysh kushtet konkrete historike, veçoritë e kohës që po përjetojmë, jo gjithmonë teoria përputhet me praktikën. Ndaj edhe duhen njerëz me mendjen kokë dhe me përkushtim në zemër, çështjet duhen parë kthjellët, punëve u duhet dhënë udhë. Po të mos jesh i tillë, nuk ke si merresh dot me praktikat gjyqësore. Mund t'ju thosha se kërkojnë tipa me karakterin tim. Vërtitu sa duash, ama punën bëje. Në kërkosh se sta jep, merre se s'to gjë. Gjysmë e gubernës me këtë krah bahet. Mund t'ju them se dita vërtis mirë. Do dukem edhe andej nga ju për çështjen e lëndës drusore. Dhe dini, më mira të mirave është ta bësh rrugën me kal. Je zoti vetes. Treni nuk të pëlqen, të tërshit, ta merr mendjen, pale pastaj që kur nuk të lë atje ku duhet. Them se do i jem i dobishëm me ardhin time në Varikino, do të mundohem të bëj diçka për ju. Mikulicinë tuaj i njoh mirë, u a di huqet. E dini pse po shkojmë në Varikino? E merrni me mend pse e morëm gjithat rrugë në këtë kohë të mbarsur me rreziqe? Parafërsisht po, e marr me mend. Kush nuk e di, toka kur do herë tërheq pas vetes njeriun. Shkoni me mendjen se do të bëni jetë pavarur, të ushqeni me krahët tuaj. Po juve si ju duket? Me që po shoh nuk e miratoni. Atëherë, cili është mendimi juaj? Ëndër naivësh, diçka idilike, po ku i dihet? Zoti ju ndihmoft. Sa për mua, unë nuk besoj se do mundeni të arrini atjet që ndërroni. Është utopi. Po Mikulicini si do na pres? Ju ç'mendim keni? As te pragu i derës nuk do t'ju lërë të shkelni. Ati edhe pa ju i vjen festja vërdall. Rëmuj, sharrat pa punë, punëtorët janë mbathen nga sytë këmbët. Mikulicinët nuk kanë as për vete jo të mbajnë të tjerët. Ardhja juaj do të habis, do të vërë ciklet, sepse do t'ju ketë në qafë, po dhe në ju vraft jam unë i pari që do të përligjat që bëri. Ha pra, bolshevik jeni, po për të mohuar nuk keni se i mohoni që kjo tanishmja s'është jetë. Është diçka e pashëmbullt, fantasmagorie e gjallë është, se merr vesh i pari dytin. Sigurisht, veç mos harroni një gjë. Është domosdoshmëri historike. Pa të nuk bën dot. E pse na qenë ka domosdoshmëri? Mos jeni gjë fëmijë po shtireni si i tillë. E ç'duhet ky rol për i budallaj? Si, mos na pas keni zbritur nga hëna ju? Të babziturit, parazitët, kanë grënë me dyja bulqit. Ua kanë pirë gjakun punëtorëve të rritur. Ua kanë marrë shpirtin. Dhe kjo duhet vazhdonte pa fund. Po fyrjet dhe poshtrimet që s'kanë të numëruar. Si, po shkelja me këmbë dhe lënçimet. Si, mos vallë se kuptoken e drejtsinë e zemërimit mbar popullor. Dëshirën e përgjithshme për të jetuar në drejtësi, për të mësuar të vërtetën dhe për të vepruar në përputhje me të? Apo mos pandeni se përmbysja e madhe mund të arrihet përmes dumës, me rrugë parlamentare, se mund bëj kjo që u bë pa ju drejtuar diktaturës. Po flasim për gjëra të ndryshme duket. E shoh që nuk e gjejmë dot gjuhën e përbashkët. Revolucionin e kam ngrorur prej vitesh në shpirtin tim. Tani kam mendimin se me dhunë asgjë nuk arrihet. Se mira me të mirë bëhet. Po nuk është këtu puna. Ti kthehemi bisedës për Mikulicinin. Në qenë kanë tilla kushtet atje, si na përshkruhet. Pse u dashka shkuar? Mos do t'ishte më mirë të ktheni majët nga themrat? Gjekura. Së pari, pse duhet shkuar me mendjen që Mikulicini na qenë ka e vetmja dritare? Së dyti, Mikulicini si njeri është aq i mirë sa shkon deri në të keq vetes së tij. Njeri më zemër mirë sa ai zgjer në botë. Do të bëj pak zhurmë, do të thot o bobo e to, po vetëm kaq. Do të mrudhet, do të tulatet, do të hesht, do të heq bukën nga goja vet, edhe do t'ju jap juve, do ta ndaj me ju të mirë dhe të keqen. Edhe sa më devjatovi u tregoj. 6. Mikulicini erdhi në këtë anë 25 vjet më parë. Sapo kishte mbaruar Institutin Teknologjik të Petersburgut. Policia mbante nën mikqyrje. Me të ardhur, ju besua detyra e ekonomatit të krygerët. U martua. Kishim këtu 4 motra. Tuncova quheshin, një më tepër se 3 motrat e Çehovit. U vardiseshin ndjemuria, u avun nofkën verioret. Mikulicini u martua me më të madhen. U bën me djalë, i ati, ashtu i fandaksur si që ishte pas idesë së lirisë, e pagzoi me emrin e veçantë Liper. Djalu u rrit harakat, por aftësitë dhe zotësia nuk i mungonin.
Plasi lufta. Bashkë me një shokën e tij, Krisën e shkuan në front. Ëma se duroi dot grushtin që mori, zuri shtratin, e vdiq në prag të revolucionit. Lufta mbaroi, libri u kthye, por si u kthye pa, rreshter dhe me 3 yje të mrije në gjoks. Nuk mjaftoi kjo. E kishin ngarkuar me detyrën e organizatorit dhe të propagandistit bolshevik në anë tona. Mos keni dëgjuar gjë për vëllezërit e Pyllit? Jo, të më falni, por nuk kam dëgjuar. Atëherë s'ka kuptim t'ju tregoj më tej. E humbi gjysmën e lezetit tregimit që desha t'ju bëja. Ja, po vërej që s'ja ndani syt magjistralit transsiberian. E ç'pas ka ty për të parë sipas jush? Çetat partizane janë për të parë. Po kush janë partizanët, thoni ju? Janë kuadrat kryesore të luftës civile. Përbëhen nga forcat që kryen dhe mbajtën në duart e tyre frenat e revolucionit, edhe nga ushtarët që dezertuan që braktisën frontin. Po nuk janë vetëm këta. Përbërja e çetave partizane ishte laragane, bëjnë pjesë lloj-lloj njerëzish, e ku i numëron dot gjithë. E pra, njëra prej këtyre çetave të kësaj ushtrie qindramishe e ka këtë emër, Vëllezërit e Pyllit. Komandanti i saj është shoku Liber Lesnihu, i biri i Averki Stefanović Mikulicinit. Ç'thoni? Atë që dëgjuat ju thash, po të shkoj më tej. Pas vdekjes së të shoqes, Mikulicinu martua për herë të dytë me një gjimnaziste, duke i vashës naive, por hesapet i bënte mirë. E vogël ishte ndukur, po ja që jeta e kishte mësuar mirë. E shije tek lëpije e spërdridhej, tek i lishonte si pa gjë të keq mufkat, edhe e merrej kur të doje për budallaqe mendi fyçk. Ashtu e bënte veten. Zgërdhije i kukuriste pa pushim, ciceronte si ndonjë kanarin. Ndodhte ta mbulonte të panjohurin me ca pyetje të çuditshme, si mos o zot. Su vërovin në ç'vit ka lindur? Pa mi thoni rastet e barazimeve të trekëndshave. Përplaste këmbët e ngazllyer që i sapo njohuri kapsallitej si ndonjë guhak, pa e ditur ç'përgjigje t'i jepte. Që ishte i gajase e kënaqur që e vuri tjetrin me shpatulla pas morit. Po shtazjasim. Pas disa orësh do t'jeni atje, edhe do ta shihni me sytë tuaj. Do të bindeni për saktësinë e përshkrimeve që ju bëra. Kurse ai, Mikulicini, ka lezete të tjera. Lullën se heq nga goja. Fjalët shqipton përmes dhëmbëve të shtrënguar, të flet me mirësjellje, sikurse në slavianizmat për të dukur sa më origjinal. E she dhe thua pa u gabuar, qenë ka i lindur për detar. Dhe në institut këtë dek para pëlqeu, të ndërtimit anijeve. Ato që thash, gjurmë të asaj kohë i ka, edhe në fulloj poshtë me dal përpara, shikimi zhbirues i syve gri për këtë flasin. Përpaksa s'harrova t'ju them se si përfaqësuesi i Partisë Social Revolucionare Antimarksiste, u zgjodh delegat në kuvendin kushtetues. Jetë ç'na qenë ka. Del që i jati me të birin qenë kanë maj më maj, qenë kanë kundërshtar politik? Vetëm në dukje. Vërtet ashtu të duket, pa ja që çeta Vëllezërit e Pyllit nuk është në luftë me Varikinon. Por më lind vazhdoj më tej. Tunencove të tjerë banojnë në Jurjatin. Janë të trija lëneshat moshuara. Mirë po kohët ndryshuan edhe lëneshat. E madhja punon në bibliotekare. Edhe tani mbahet si s'ka më mirë. Është një zëshkan e përbajtur, ndonë se ca më tepër sa duhet, e ndruajtur dhe e mbyllur në vetvete. Një fjalë t'i thuhet bëhet lule kuqe. Vendi i punës kërkon qetësi, kurse asaj si ndahet të shtima. I vjen nga alergjia, deri 20 herë rjesht i ndotë të shti. Nga turpi zjen vend futet e gjora, se domosdo edhe mosha bën vetën. E mesmja, sikur e ka përqendruar në veten e saj uratën e të gjithave bashk. Është grua e shkathët e zoja, duart i ka flori. Me ta zënë një punë, sikur e zogjar prej. Flitet shumë se Liber Lesnihu, kësa i kanë gjarë, te i zjen vend. Kurse e treta, e shtothuash për te, sikur ka marrë përsi për të shpëtoj shpirtin e familjes. Për të ditur e të kënduar si gjendet shoqja. Një kohë ju përkushtua filozofisë dhe pas poezisë linte kokën. Në kohën e revolucionit në atmosferën e përgjithshme të pitingjeve dhe demonstratave, të fjalimeve, bërhoritjeve, unë ndjetë rëmbër, e shihje të mbrudhur, të krushpullosur, e gjitha që dënë pas fesë. Ruan të sa dilnin për në punë motrat, dhe fët i vinte rezën derës, hidhej nga dritarja, dilte në rrugë, hiqte shamin e kokës, e tunte dhe e shkunte, dhe thirre bot i mlidhët madhe të vegjël, dhe u thoshte se botës i erdhi fundi, pritet kataklizmoja, kush e shihte e pandehte për të lojtur. Po sikur më rëmbyen sa si shumë fjalët, po më afron stacioni. Më duhet ju lë, ju duhet zbrisni në tjetrin. Kini mendjen mos ju kalon, bëjni gati plaçkat. Si zbriti Samdevjatovi, Antonina Aleksandrovna tha,
Nuk e di ç'mendim keni, po mua më duket se këtë njeri na e dërgoi Zoti me të madh të tij. S'di përse më duket se do t'na bëhet krah në rast nevoje, nuk do t'na lërë në fatkeqësi, se ku i dihet s'keqes. Ka shumë të ngjarë tjetë ashtu si thua ti Tanjeçka. Kurse mua, ja, ç'po m'fut në merak, po vërej se e pikasin pse e Kruger u bie në sy ngjashmëria me gjyshin, njeriun që e njohin gjithë në këtë anë. S'më duket augur i mirë. Ja, Strelnikovi, bie fjala, mitizon gojë kthimin tonë në Varikino, s'la pa më qokur me shpëti Varikino, sharrat e Krugerit, mos bine Gjergjini, mos jeni trashëgimtar, kam frikë se këtu do t'jemi më të zbuluar se në Moskë, kurse ne për të mos u rënë sy njerëzve ikëm, mos po bjem nga shiu në breshër. Kuptohet, tani s'kemi nga ja mbajmë, rrugën e nisur do ta bitisim. Në ta heqin kokën nuk qan dot për flokët. Gjëja më e mirë që mund të bëjmë në kushtet tona është të dukemi sa më pak ndhe e në shok, të jemi kokullur, të mos njihemi për së gjalli, të bëjmë bish takimeve dhe miqësive, se ç'kam ca paranienja as pak të mira, po mos duhen zgjuar tanët, duhen bërë gati plaçkat, t'i lidhin mirë dëngjet, të qëndrojmë te dera, gati për të zbritur me të ndaluar trenin në stacion. 7. Antonina Aleksandrovna ngriu si hutaqe në stacionin hekurudhor të Torfjanojit. Po ta pyesje, nuk do t'ishte në gjendje ta thoshte për çatën herë, po i numëronte dëngjet dhe boçet që kishin. Përsëri duke i merakosur mos kishin harruar në një plaçk në vagon. Ndjente nën këmbër orën e butë, shkelur nga saj sa kalimtar, vazhdonte t'ia ndryrte shpirtin frika nga e panjohura që i priste. Shihte rreth rrotullve hutuar, vazhdonin të uturinin vesh trokullimat e rrotave të trenit, ndonse e kuptonte fort mirë që kishin zbritur në stacion. Një kapërthim i çuditshëm frike, shqetësimi, tendosje të përgjithshme, vazhdonte t'ia ndryrte qenjen. E pengonte ta kuptonte ta çmonte kthjellë situatën e re, të vendoste ç'do i të bënin. Të mbeturit në vagon, ato që do të vazhdonin më tej rrugën, i përshëndetnin me dorë, kurse ajo asgjë nuk shihte, nuk u jashtëunte fytyrat. As largimin e trenit se vuri re. E kuptoi që kishte ikur vetëm kur pa përpara vetes hapësirën e fushës së gjelbër, rrugën nëpër cilën duhet shkonin në Varikino dhe qiellin kaltrosh që shpalosta në kënd horizontin. Ndërtesa e stacionit trenit ishte e gurtë. Te hyrja, nga të dy anët kishte stola. Vetëm familja Zhivago zbrite nga treni. I vunë dëngjet në njërin stol, në stolin tjetër ulën gjithë bashk. I habiti heshtja plot që mbretëronte, nuk ishte këm njeriu, pasërtia dhe rregulli ishin shembullor. Ju duk diçka e pazakon që askush nuk po i shtynte, nuk po i shante, vetë ato nuk po nxitonin për diku. Me sa dukej, jeta e provincës së thellë ishte mbetur e paprekur nga ngjarjet. Vendi u la përshtypjen e të vonuarit. Kishin ardhur me pandehmën se i priste gërsia, kreshpërimi, dalldisja e përgjithshme, një poterë si ajo e kryeqytetit. Nuk i gjetën, por me siguri priteshin të vinin. Stacioni i trenit dukej si i fshirur në korrijen e dëndër të mështeknave dhe kjo ora në sy. E vu në reqën në tren kur ju afrua stacionit të Torfjanojit, nga që vagoni ku utonin u ersua kur zbritën, në përkokë e trup në përplaçka, lëvrinin hijet buta mështekne që përkundeshin lehtë në fladin e këndshëm. Cicërimet e zogjve u shurmonin hijeshin dhe mbikpritjen mjedisit, që në çast u krijoi përshtypjen e vendit bekuar. Tringëllimi i qashtër dhe i pastër i atyre cicërimave, çlirësia dhe natyrshmëria heshtjes mbretëresh, pastërtia e ajrit dhe prania e ngjyresave prekse, freskia dhe ëmbëlsia që pushtonte gjithçka, si e gjithë pushtetshme, u ambushën me shprehje nga zllim zemrën udhëtarëve dorbitur nga udhëtimi i gjatë nga hallet e mendimet. Pyllin e përshkonin dy rrugë, rruga hekurudhore dhe rruga e fshatit, të mbuluara një lloj nga degët e harlisura në gjelbrimin e tyre të njomë, që dukeshin se krah të shtrirë enkas për t'i zbukuruar me heshin dhe gjelbrimin bujar. Vetëm tani kur po rrinin në stol, Antonina Aleksandrovnës, sikur dikush i hapi sytë dhe veshët. Vetëm tani zuri t'i depërtonte në vetdije tërë kjo bukuri dhe hijeshi që shihte dhe dëgjonte. Zërat e ngazllyer të zogjve, fshehtësia dhe pastërtia e vetmisë, që aq natyrshëm u aravizonte udhëtarëve pylli gjelbër në Nuritës, njësia e mshimit të pushtetshëm, të dërguar në tokë si dhuratë perëndie, i ambushi plot e përplot zemrën gruas së re. Ashtu vetë ju e përshkoj mendimi, nuk më besohet që mbritëm të shnoshe mirë, se Strelnikovi mund të tregoj aq zemërgjër sa ta lejonte Juroçkën të shkonte ku donte, ama pas shpine mund të urdhëronte ta zhduknin, më e vogla mund të telegrafonte ku duhej dhe ta arrestonte me të zbritur në stacion. E ku i zihet besë fisnikërisë së këtyre? Për mua,
gjithë shbëjnë është vetëm dukje. Për të menduar e mendoj, por nuk e tha. Në vend të këtyre fjalëve të para përgatitura, i dolën nga goja të tjera fjalë zemre. Çfarë bukurie, çfarë mahnie. I shqiptoi me një ndjenjë të mirë fillt, me natyrshmëri e çiltërsi të brisht, duke parë rreth rrotull me syt ma gjepsur. Vetëm ato fjalë shqiptoi, më tepër nuk mundi të nxirrte nga goja. E mbytën lotët, qau me zot lart, me gulqima shpirti. Me të dëgjuar atë qarë gruaje, doli nga dhoma e vet shefi i stacionit. Një plakush i urth dhe i gatshëm për të ndihmuar. Ju ofrua me çapet vegjël, dali te stoli ku ishin ulur, edhe me një lëvizje të butë të krahut, vuri dorën te streha e kapelës dhe pyeti gruan që qante. Mos keni nevojë për disa pika ilaçe qetësues zonjë, nga të farmacisë së stacionit t'i kam. Jo, faleminderit, tani më kalon. Rruga me telashe dhe trazirat bëjnë të vetën. Shtoi atyre dhe vapën si të Afrikës që rrallë ndodh në anët tona. Lëre pastaj ngjarjet në Jurjatin. Te ku thonim pam zjarr. Në mos u gabofsha, rus duhet jeni. Po, rus jemi. Nga Moska? E po s'ka pse habitesh. Nervat janë të qaprashitura. Ato që ngjasin s'janë gjë e vogël. Thonë se nuk ka mbetur gurmi gur atje. E zmadojnë, turbullira ka, i pa me sytë tanë. Kjo është i me bi, kjo është dhëndëri. Ky këtu është djali i tyre. Kurse kjo është dadoja, Njusha. E po të ngjat jetani, gëzohem shumë, me njoftuan se do të vinit. Sa më devjetovi më telefonoj. Vjen doktor Zhivako së bashku me familjen, më tha, ta ndihmoni me sa të mundeni. Dhe më thënë, ju jeni doktori? Jo, doktori është ai, dhëndëri im. Unë kam një tjetër zanat, jam agronom, profesor Gromiku quhem. Të më falni për lajthitjen, gëzohem shumë që u njohëm. Dhe më thënë qenë keni të lidhur me Ersan Devjatovin? Si të mos lidhesh me atë çudibërës? E kemi shpresën dhe besën tonë. Ashtu më porositi, ti ndihmoni me sa të mundeni. Si urdhëroni ju përgjigja? I dhash fjalën. Do bëjmë hall në një kal, po më mirë në një karro. Ku do të shkoni? Në Varikino, larg është? Në Varikino, po unë që bëj kështu, si s'poj bie në të xhanam. Fytyre sa të bie më kujton dikë. Do shkoni në Varikino? E po e qartë, këtë rrugë kemi shtruar bashkë me zotin Ivan Ernestovicin. Pak durim dhe do të rregullohet çdo gjë. Sa t'i bëj zë njeriu tim. Donat, merri këto dëngje dhe futi në sallën e pritjes. Pastaj shko me vrap dhe pyet mos ka ndonjë kal të lirë. Tek Vaku shko, i thuaj 2 fjalë nga unë. I thuaj se duhen çuar deri në Varikino 4 veta. Një kaposh plaçka kanë i thuaj. Kurse për ju zonjë, kam një këshill prindërore. Enkas nuk u futën shpjegime lidhur me gjendjen dhe marrëdhëniet tuaja fisnore. Duhet jeni kujdesshme, mos ju hapni kujtdo. S'luhet me të gjithë me kartat hapura. Erdhi një kohë që ju edhe vetë dini. Kur dëgjohen të përmendet emri Vak, udhëtarët u panë sy më sy. Ju kujtuan tregimet e Ana Ivanovnës për Kovaçin e prallës, që fraktoi në farkën e vet të përbrendshmet edhe mbijetoi me barkun e hekurt. Por dhe ndodhi edhe ngjarje tjera të këtyre anëve. 8. Hipër në një karro të mbrehur me një pel të bardhs. Karrocieri ishte një plak po ashtu i bardh, flok shprishur që të kujtonte panxharin e qëruar. Gjithçka e tij zbardhllente. Edhe opingat e reja të pafërkuara nga përdorimi, edhe shallvaret e bardha, edhe këmisha, e strëngur nga koha, por e bardhëllemc. Pas u shkonte një mëzizi si nata. Kërcente mi këmbët gjata të epshme, nga që kockat se kishin marrë ende forcinë e duhur. Mbi ballë kishte një tuf flokësh kaqurrel, nga jo të kujtonte më shumë një lodër fëmijësh se sa një qenie gjallë. Udhëtarët u ulën në 2 anët e karros që përkundej mbi rrotat pa balestra, të kapur fort pas anëve të saj. Shihnin rreth rrotull. Pas çdo përkundjeje gati sa srëzoheshin. Paqja, qetësia, amshimi që tyshte mjedisi mrekullues, zuan vend edhe në shpirtin e tyre. Ëndra po i bëhej realitet. Po i afroheshin vendit për hir të cilit e kishin bërë gjithat rrugë. Kishin hequr xhitë e ullirit. Orët bujare me mrekullinë e tyre pasditore, me përtim e pa ëndje, po linin lëm të mirën. Rruga kalonte herë në përpyll e herë në përfushën e hapur. Nga lëkundjet e forta të karros, nga përplasja e rrotave pas rrënjve të dalë të drurve, detyroheshin t'i afroheshin shoqit, të ngjisheshin në mesin e karros, të gëmuqeshin, të ngroseshin, të mbaheshin edhe më fort se mos rrëzoheshin.
Në fushën e hapur ku vetë natyra me plotësire begat u shpaloste hapësirën e pamat, kjo shtrije i gjatë e gjerë nga dy anët të rrugës, si të kishte qëndruar vetë me qefin e vetë, kokjasht përpara tyre, u jepi mundësia t'i drejtonin trupat, të mbaheshin më shkujdesshëm, të rregullonin veshjen e shkalafitur edhe të zhubrosur nga tërë mundimi rrugës së pyllit, ta sudisnin mjedisin e qetuar. Pasi u thuan një kohë në mes të fushës, terreni ndryshoi pamje. U doli përpara një vend kodrinor, me veçori të papërsëritshme. Nuk nxinte syri dy herë të njëjtën panoramë. Malet rrëvejzoheshin diku larg, dukeshin vetëm konturet e tyre të errësuara. Udhëtarët i sodisnin të heshtur, u dukej se dhe ata u ndiqnin lëvizjen me shikimin e tyre më të shtorë. Drita të rëndafilt që mbulonte fushën, dukej sikur i ndiqte hap pas hapi udhëtarët, ajo dritë e qashtë riqetësonte dhe i mbushte me shpresa. Gjithë shuzinin syt po i pëlqente, po i habiste, po i mahniste, po jo më pak se pamjet e bukurisë së rrallë, po i turiste dhe kënaqste pa mas, dërdhllitja pa ndërprerje plakushit disi të çuditshëm, në portretin e cilit shihnin gjurmët e tipareve të rusit vjetër në vdirje, bashkë me tartarizmat dhe veçoritë vendore, përziheshin me disa sjellje të sajuara prej atij vet. Sa herë që Mëzi zjosh mbeste prapa, Pela ndalte ta priste. Ky afrohej së ëmës me hap të lehtë, valzues, ndalte, bënte disa kërcime lozonjarit hasdisur, i fuste kokën nën bark, pinte qumësh nga sisa e saj. Unë një gjë s'po kuptoj, i tha Antonina Aleksandrovna të shoqet, me zërin të troshitur nga dridhet e karros, të ndërprerë nga kërcimet e padëshiruara të rrotave pas pengesave në përgropa, duke rrezikuar të kafshonte gjuhën pas çdo fjale të thënë gjatë atyre përpunieve jo të vogla. Si ishte mundur që ky të jetë vahku për cilin tregonte mamaja? Të kujtohet që na thoshte për Kovaçin që ja nxorrën zorrët jashtë gjatë një zënke, dhe ai i bëri treja për hekuri. Të kujtohet që na thoshte vakhu me bark hekuri. Sigurisht ato që na thoshte ishin prralla, por s'ma thot mendje të kishte parasysh këtë. Pse a mund të ketë ky moshën e vakhut për cilin na tregonte nëna? Sigurisht që nuk është. Ti vetë thua që nëna tregonte prrallë. Lëre pastaj që në ato vite kur i kishte parë mamaja ishte 100 vjeç. Do bëje mirë të ulje zërin. Plaku mund të na dëgjojë, do t'i mbetej hatri. S'na dëgjon jo, do ta kenë lënë veshët. Edhe në na dëgjoft s'kupton gjë, do të ketë rruitur. De Fedor në Fediç, i thirrri Plaku Pelës, të cilën se përse e pagzoi me emër gjinisë mashkullore. Ec tani e lëri huqet. Po ngryse, duhet nxituar, edhe ti vetë ke nevojë të ushqesh. Ty po të flas, ec mirë, vetë shihnu njerëz mirë. Ti asaj atun dhe ja shkund kam gjikun, ajo po në vend. Pyllin këtu e shihni. Fillimi duket, ama fundi si gjendet. Aty janë fshehur. Shkoj e gjejet kam rigja, vëllezërit e pyllit, gjithë aty i ke. Pa ha Fedor, nget se prap më e bekuar, ec ton, lëri nazet. Befas Plaku u kthye me gjysmën e trupit nga pasagjerët. E pa Antonina Aleksandrovna drejt në sy dhe i tha: Po ti mujnuse si pande? Se mora vesh e kujtje? I ngjarnë sa tëme, si të ketë nxjerrë nga hundët. Sikur e ke përpara duket. Të njoha kush je që kur të pash. Më plaçin syt në gënjej. Të njoha dhe ja ku po ta them kush je. Je e Krygerëve je. Bie ti jesh mbesa asaj dere, s'më gënjen syri mua jo. Në derën e Krygerëve ngrysa jetën. Çpun nuk kam provuar në derë. Ec moj desen ale këtu. Të dëgjova të thuash mos është vaku me bark hekuri. Po pse, fjalë që thuen janë. Bark hekuri, ai që të kanë treguar, kam i 50 vjet që s'thron më. Emrin si ai e kam, ama për të qenë nuk jam. Me mënyrën e vet Plaku tregoi udhëtarëve për njerëzit e sotëm, për mikulicinët dhe samdeviatorët. Kur e çoi fjalën te komandanti i vëllezërve të pyllit, Libri u tha se emri i ka shkuar deri në Moskë. I pyeti nuk ishin dëgjuar për të. U çudit kur i thanë jo. Po afronte perëndimi. Hija karros sa vinte e zjatej. Zvarritej pas tyre në atë fillim muktire. U thonin në për një vend të hapur fushor. Asnjë gjallës po i zinin syt. Fusha dukej si e mbjell me gjëmbaç. Gjufkat e luleve të tyre të sapo çelura i ngjynin vendin e shkret. Të ndriçuara për errezeve të rëndafilën të kuqrrem të diskut diellor, ngjanin të smadhuara, dukeshin sikur një dorë e padukshme i kish vënë enkas në përfush për të bërë roje, për të parë me sy të katër me gjufkat e ngritura përpjet. Larg përpara, rruga ndërpritej nga një kodrin jo e lartë, që rrinte si mur, parapasaj pritej të dukej në një prrua apo lumë dhe rruga drejt tyre çonte.
Në majën e kodrës, në fillim u duk turbullt, pastaj zuri të shquhet një ndërtesë njëkatëshe, e gjatë, e bardhë. E shihni atë shtëpi atje përpara? I pyeti Vaku. Aty rron Mikulicini me të shoqen. Poshtë tyre ka luadhe. Vendi quhet Shutma. U dëgjuan dy të shtëna arme njëra pas tjetrës. Vinin nga ajo anë për ku shkonin udhëtarët. I honat shtënave o rrukullis dhe u shkoq në hapësirën e qetë. Po këto pushk që janë? Mos janë partizanët o gjysh? Zot ruajna, për ç'partizan po na flet? Është Stepanici me të shtëna të ujqit i marrë sa më larg Shutmës. 9. Takimi i parë i të ardhurve me zotët e shtëpisë u bën oborrin përpara zyrave. Në fillim u shpreh habia, për ç'po u shihnin syt. E heshtur për kuptim plot. Mandej u shoqërua me shprehje të ndryshme, me lëvizje, gjeste, mimik, fjalë, klithma e pastirma. Elena Proklovna, zonja e shtëpisë, sapo ish kthyer nga shëtitja pasdites në pyllin aty pranë. Rrezet e diellit që po perëndonte ishin po aq të arta sa dhe flokët e saj, të dendur, të valzuar dhe të bukur. Ishte veshur me rroba atleta verore. Nga ecja i qenë përskuqur faqet, i qeçelur nuri, me shami fshinte ngadalë ballin e djershitur pak. Në ngush i duke elastiku i kapelës së kashtës, që i kishte hequr nga koka edhe e kishte lshuar në shpinë. Krah saj ecte i shoqi me çiftën në dorë. Pasi kishte shtjerë 2 herë në prua, Mikulicini kishte vënë re një ngecje në çifte, po ktheje me mendjen të merre menjëherë me pastrimin dhe rregullimin e saj, por se bëri dot. Befas u duk në obor karroja e Vakut. Aleksandr Aleksandroviçi që zbriti nga karroja së bashku me tjerët, eci disa hapa përpara për t'ia bërë me gojën e tij shpjegimet e rastit të zotit të shtëpisë. I foli duke ju mbajtur goja, zodredhur, duke i kaluar kapelen sa në njërën dorë në tjetrën, si donte me këtë lëvizje ta tulaste tronditjen. Shtangja nga befasia dhe shqetësimi zgjati vetëm pak qaste. U duk sheshit se të zotët e shtëpisë u gjendën të zënë ngushtë, por dhe tronditja e merakujt të ardhurve ishte i sinqertë, i çlirt, duke i qartë që po i përvlonte turpi. Gjendja e palëve, edhe pa kurfar shpjegimi, ishte e kuptueshme, madje edhe për sa shenjkën dhe njushën, për Vakun e huaj në këtë mjedis. Jo vetëm kaq, për kjo vendosje dhe shtangje, u duk sikur ndikoi edhe mbi pelën e mezën, mbi rrezet e arta diellit, mbi tufën e mushkonjave dhe të kandarave që vërtiteshin mbi kokët e tyre, që u uleshin në fytyrë, në qafë, në lloret e përveshura. I pari theu heshtje në nder i zotit shtëpisë. S'po e kuptoj, tha, nuk po e kuptoj. Asgjë nuk po kuptoj, edhe më duket se kur nuk do të arrit ta kuptoj. Ju për cilë na merrni? Mos pandeni se jemi vend për të kaluar pushimet? Apo mendoni se po na mbyt bulloku dhe merqenia? Pse na zgjodhët pikërisht ne askënd tjetër për të kaluar ditët e vështira? Ç'e kjo mendja që ju solli? Po për përkitësinë me të cilën e ngarkoni Averki Stepanoviçin, a menduat përpara se të niseshit? Lenoçka mu su përziejmë në këtë bisedë, ama ka të drejtë. A e kuptoni ç'barë të rënd po më ngarkoni me shpatulla? Zoti i madh, çan këto që thoni? Për ç'barë e keni fjalën? Thuaj se asgjë të veçantë nuk do të kërkojmë. Në asnjë mënyrë nuk duam t'ju aprishim qetësinë. Një qoshe në një godinë të braktisur. Një rrip toke që ju vetë se lironi dhe ne shohim punën tonë, bëjmë jetën tonë. Askujt nuk duam pjerrim në qafë. Zot na ruaj. Në tokën e lënë ndjerë do se litim një bache. Do sjellim nga ylli pak dru, atëherë kush na sheh njeri, tjetër s'na duhet. Pse edhe kaq pak nuk bëkeni për ne? Kaq rënd qenë ka? Nuk është puna të ne, po të bota që i sheh dhe i kupton të gjitha. Ne i ruajmë gojës së botës. Pyetja e parë që do të na bëjnë do të jetë: përse pikërisht ju patët nderin të jeni në qendër të vëmendjes së tyre dhe jo në kusht tjetër? Ç'përgjigje t'u japim? Ju si thoni? Ne diç dim për ju, shkuam me shpresën se ju diç do të keni dëgjuar për ne. Nuk kemi të huaj për njëri tjetrin. Ta dinim që jemi të huaj nuk do të kishim ardhur. A mos e keni fjalën për krykerin se jeni fis i tij? Si e lejoni vetes t'ju shkojë në mend përfitimi nga të qenit fis me të në këto kohra? Averki Stepanoviçi kishte fytyrë me tipare të rregullta, me flokët hedhura prapa, ecse me hap të sigurt të gjerë, në këtë mbrëmje vere, kishte veshur këmishë që të kujtonte kaftanin e muzhikut, të shtrënguar në mes me rrip të hollë. Dikur Casja i pëlqenin veshjen dhe sjelljen e çubave, në kohët që erdhën para pëlqenin të jepnin vetes pamjen e studentit të përjetshëm të mësimdhënësit ndërrimtar. Të rit, Averki Stepanoviçi ja kushtoi lëvizjes çlirimtare, revolucionare.
I vetmi merak që e përndiqte prej vitesh dhe si ishte ndarë deri në kohët që erdhën, ishte në do të arrinte ta shihte me sytë e veta ditën e çlirimit. Tërmej mos lëvizja të cilës i kishte përkushtuar jetën nuk do të shpalosej e plot, por do të kryeshin vetëm reforma gjysmake. Shkurt fjalët, nuk do të arrinte ta ngopte dëshirën e hershme të ndezur nga instinkte gjakmarrëse. Mos nuk do të plotësojë ëndje për ndryshime radikale. Dhe ja, dita shumë pritur erdhi. Pa me sytë e veta si u përmbysen dhe hamendjet e tij më të guximshme, kurse ai, i lindur dhe i rritur si mik i punëtorisë, ndër të parët i zgjedhurin në komitetet punëtore që vendosen kontrollin mbi fabrikat dhe punët në përgjithësi, u gjend me gisht në gojë, u mënjanua si pa gjë të keq nga punët. Mbeti vetmuar në lagje në braktisur nga njerëzit. Pas ikjes së punëtorëve, vetëm një pjesë e vogël u shkoi pas menshevikëve, në anën e të cilëve bënte pjesë. Ja tani dhe kjo. Ardhja e beft në shtëpinë e tij e soi të krygerëve. As më shumë as më pak e quajti lojë të keqe të fatit. Kjo ardhje po i dukej augur i zi. Kupa e durimit ishte derdhur. Jo, unë këtë që ndodhi, s'kam si e quaj me emër tjetër përveç se ironi e lojë e fatit me mua, u tha sinqerisht. As maja kalemit nuk e merr dot këtë që guxuat bënet. Ai kuptoni vallë se në çrrezik vdekje për urës po m'vini. Vetëm kur e mendon të luan me mendja e kokës. Gjë për gjë nuk po kuptoj, kur s'kam për ta kuptuar. Nuk e di në e përftyroni apo nuk e përftyroni dot se miq vulkan rrojmë ne këtu, edhe pa ju. Prit Lenoçka, gruaja këtë drejt, edhe pa ju se kime të lehtë. Jetë qenie është kjo që bëjmë, jo shtëpi, po çmendin është kjo e jona. Rrojmë mes dy zjarresh, nuk dim nga t'ja mbajmë. Ka që lejnë si qent, s'pushojnë se u luritëri. Përse yt birë u bashkua me të kuqt, përse mban anën e bolshevikëve, përse është idhulli i popullit, të tjerëve s'u vjen mirë që më zgjodhen delegat në kuvendin kushtetues. Nuk është kollaj të bëhesh i mirë me të gjithë. Shkoj mbush ju amendën po deshe. Nuk mjafton gjithë jo 4 urë, po na, edhe ju më deshet. As më shumë as më pak, po edhe plumbin e kam me hak në pranofsha tua hapderën. Ç'thoni, jeni në vete, Zoti qoftë me ju. Pas i kaloi vrulli shungullues i furtunës, zemra e këtij njeriu të mirë u mbush me bamirësi. Zemrimi ju këmbye me bujarin. Mikulicini u tha: "E po, lehem sa lehem në borë dhe mjaft. Shkojmë brenda, aty e vazhdojmë bisedën. Nuk shpresoj të shoh të mirë nga kjo që bët, se bota është mbuluar me vellu të zezë, gjan me pellgun me ujë të qelbër. S'ka nga ja mbani gjori njëri, i mbetet vetëm të hedh fall. Pa për të parë qartë, asgjë nuk sheh dot. Kështu është, ama as jeni që nuk jemi dhe, as të pafe nuk jemi. Sulëm të hanë me gjithë lecka, si shdo të donin. Lenoçka, unë them të bëjmë konak son të ndomen pranë kabinetit. Do kemi kohë të bisedojmë bare prap, të vendosim ç'do të bërë si duhet jetuar. Them të banoni hë për hë në shtëpinë që është në park. Urdhëroni brenda. Mirë se vini. Vak, futi plaçkat, ndihmoi të ardhurit." Vaku pshërti u thellë dhe bëri si i thanë. "Nën, moj nën, po një kaposh plaçk të kanë, si pelegrinët. Edhe vetëm dëngje e bogje, as një valigje." 10. Natën bëri ftohtë. Të ardhurit u lanë undëruan, u morën me rregullimin e plaçkave dhe dhomës ku do flinin. Sashenjka, i mësuar t'i bërë të qeshin dhe të ngazëllojnë të tjerët me kalamallëqet e vet, zvonoi edhe në mjedisin e re, por vuri e re se nuk pati efekt, edhe nuk e ndjeu veten mirë. I mbeti hatri që nuk e futën në shtëpi mëzën e zi bukurosh me gjufkën e kaçorrelave mbi ball. I folën, i thanë të mos bezdiste njëri. Djali ja plasi të qarit, po jo gjatë. I thirri me njerë mendjes. U trem mos e nisnin andaj nga kishte ardhur. Frikën që ndjeu, u ashpëriu me zot lartë, me lebeti, por vuri rese, ankimi, nuk bëri përshtypjen e pritur. U bind që nuk ishte koha e tij. Të ardhurit se ndjenin veten mirë në shtëpinë e huaj, lëvizjet i bënin si me frikë. Ishin të tendosur, dukeshin të nervozuar, më të shumtën e kohës heshtin të menduar. Sashenjka rrinte të rivarur si shprehen dadot e grindej. I dhanë për të ngrënë dhe me vështirësi e vun të flinte. Ustinja e çoi njushën në dhomën e saj, për të habitur me trejat e këtushme, për t'i besuar të fshehtat, po edhe për ta dëndur me të ngrënë me të pirë. Antonina Aleksandrovnën dhe burrat të zotet e shtëpisë i ftuan për darkë. Përpara se të shkonin, Aleksandra Aleksandroviçe dhe Juri Andrejeviçi dolën për të thithur pak ajër të freskët në verandë,
po dhe për të këmbyer mendime se ç'duhej të bënin në këto kushte. Sa shumë yje, tha mendueshëm Aleksandr Aleksandroviçi. Ishte errësirë, në largësinë prej 2 hapash vjerri dhe dhëndëri se shihnin njëri tjetrin. Prapa tyre nga qoshja e dhomës binte në bord drita e llampës, që bënte të dukeshin si të praruara barishtet, kaçubet dhe bari që ndreqohej. Ky brezhdërite i anashkalonte biseduesit, edhe nga kjo errësira që i mbështjellte, sikur theksoi më shumë, duke i dënsuar dhe më e trash. Nesër që në mëngjes duhet parë ndërtesat e parë ku komandant na shtrehoi. Në qoftë e banueshme, duhet kaluar aty menjëherë. Në mos duhet të merremi me riparimin. Ndërkohë edhe toka bëhet gati për të punuar. U duhet përveshur punëve. Sikur tha se do të na ndihmonte, po të na jepte far patateje. Po ti dëgjove gjë? Apo mos mbën veshët? Ashtu tha, edhe me fara zarzavatesh do të na ndihmoj. Vendin që na caktoi për të banuar e pam kur erdhëm. Shtëpia që dukej anësh parkut, aty kaluam. Ndodhet prapa shtëpisë së zotrinjve, e mbuluar nga hidhsi. Ju a tregova nga karroja, ju kujtohet? Aty ta bënim dhe baçën. Rroginat e parkut i lëm të paprekura. Tokën dhe lehet i punojmë. Duhet jetë e pasur me humës. Do ta shohim nesër në mëngjes. Ka shumë mundësi të jetë dhe i shkelur me vite, vendi ngjeshur. Lëre pastaj barishtet, edhe ata do të na hapin punë. Mundet që vendit mos ketë parë kurrë ndonjëherë plug. Nesër do t'i sqarojmë të gjitha. Mëngjeset këtu duhet jenë me ngrica. Sa mirë bëm që erdhëm, edhe na eci, më rritëm shtosh e mirë. Urim më të madh nuk gjen, vendi që ka i mirë, po m'pëlqen. Duken njerëz shumë të mirë, sidomos ai. Ajo piperkë grua më duk, unë të përpjet. Nuk e them dot me saktësi e tek, por si e pak kënaqur më duk. Nga se nuk e them dot. Tërë kohës se çdo rryllit mbille moskor, të vjen për të vjedh kur është edhe dëgjon. Më duk sikur kërkon ta largoj vëmendjen e bashkëforcit, duket sikur merr masa paralajmëruese për përshtypjen e keqe që mund të lërë. Edhe kashtorin që harron ta heq, që e mban tërkohen pas shpine, e bën enkas. E di që i shkon, e bën me paramendim. Shkojmë brenda, dënjëm ca si shumë, na presin, s'është mirë. Duke shkuar për ndomen e ngrënies rreth tryezës së madhe trumbullakt, me llampën që varemite dhe me samovarin gati, rrinin zotë e shtëpisë me Antonina Aleksandrovnën. Doktori me vjerrin kaluan për kabinetin e errët, ku ranë sy dritarja e madhe, sa faqe e murit, me xham të trash, që lartësohet me i persinë e projt. Kur kishën ditë, doktori kishte vënë re se nga dritarja hape një panoramë gjerë e fushës, të cilin e kishin përshkuar me karrocë. Te dritarja ndodhej pajisje për vizatim teknik, edhe tryesa e madhe e punës, po aq e gjatë sa dritarja në qoshën e dhomës ishte varur mur çiftja. Tani tek shkelte në atë kabinet Yuri Andreeviçi e shihte me zili atë dhomë aq komode për të punuar, me pamjen mahnitse që hapej nga ajo dritare e madhe. Tek hynin bashkë me vjerrin në dhomën e ngrënies, si të dala nga shpirti i përmalluar për punë, tingulluan fjalët me të cilat Yuri Andreeviçi ju drejtua zotëve të shtëpisë. Vend i bukur, kabinetin e keni të mrekullueshëm, të thret të punosh, të frymëzon. Çajin e doni të fortë apo të butë? Shi ju Roçka, çfarë stereoskopi ka bërë djali i Averki Stepanoviçit kur ishte i vogël. Edhe tani, i parritur është, donë se po ja rrëmbën njëri pas tjetrin qytetet e Sibrisë, Komuçit dhe po vendos pushtetin sovjetik. Si that kujt? Komuçit. Kush është ky? Kështu quhet ushtria e qeverisë siberiane, që lufton për t'ia kthyer pushtetin kuvendit kushtetues. Sot tërë ditën nuk pushuam se dëgjuari fjalë lavdërimi për djalin tuaj. Mund të krenoheni me të drejtë me të. Ja, këto pamjet uralet, kështu dy fishe stereoskopike, janë punë e duarve të tij. I ka marrë me aparat fotografik të bërë vetë. Petullat i pas kene sheqerosur më sa arin, edhe u grabjet mrekullueshme që kanë. Shtoni, e ku ta gjejmë sa arinën ne këtu? Sheqer është për i bluar, kurse çajin ju ambëlsova nga kjo kutia këtu. Ja, sheqer është se vutre? Po, fotografit i pash pamjet bukura, që ka çaj mali, po i kputur në lule. Ku e morët? Rritet në anët tona, na furnizon një çalltisur, një njori ynë, veprimtar nga cotmit me binet majta. Është përfaqësues zyrtar i pushtetit sovjetik. Nga në emër lëndrësore, na sjell miell, oriz, sheqer, vaj. Ma afro pak sheqerin Averki? Dhe tani do t'ishte me interes të dëgjonim të na thoshit në ç'vit ka vdekur Gribojedovi. Kur ka lindur e di, po kur u vras më kujtohet. Ti u shtie përsëri çaj? Jo, ju faleminderit. Kurse tani, më thoni kur dhe ndërmjet kujt u nënshkrua paqja Nim Verginit. Lenoçka lëri rahat njerëzit pin çaj,
Janë të lodhur nga rruga, nuk e kanë marrë veten si duhet. Edhe këtë edhe mjaft. Më numëroni llojet e lenteve zmadhuese, rastet e përftimeve të figurave reale të thyera drejt për drejta dhe të rreme. E nga I pas keni qymtuar gjitha këto dije, jo nga fizika, jo nga historia, jo nga letërsia. Në Jurjatin ka qenë një matematikan I mrekullueshëm. I jepte mësim në gjimnazin mashkullor dhe në tonin. Sa bukur shpigonte, si ndonjë zot. E përpunonte mirë në kokën e tij atë që do të shpigonte, dhe pastaj sikur I rrithte mjalt nga goja. Shpjegimi të hynte sa në mendje aq edhe në zemër. Antipovi kishte për gruaj një mësuese nga anët tona. Vajzat të gjitha kishin rënë në dashuri me të, linin kokën pas tij, shkoi vullnetar në luftë dhe s'u kthye më mbeti I vrarë. Ka që thonë se Strelnikovi vet, komisari, ky kamxhik zoti dhe ndëshkim qiellin tokë, qenë ka Antipovi ringjallur. Sigurisht, legjendë është, pralla janë këto që tregojnë. Nuk I ngjan as pak, po ku I dihet. Ç'nuk bën vaki. Doni edhe një gotë çaj?